Ne jemi në fazën përfundimtare të muajit të Ramazanit, jemi në pjesën e fundit dhe ditët po na shkojnë dhe na nuk po vedisomu, nuk po e shohim realitetin mesi se Ramazani është u përfundu. Krejt mendojmë se Ramazani ala ka vakt, edhe krejt mendojmë se Ramazani ala ka kohë, krejt thojmë se hajde se s'ka lidhe ka ala vakt, ndërsa Ramazani është duke hecë me një shpejtësi shumë të madhe. Është të shkue sa që ashtu si ka thonë Hasan al-Basriu rahimahullahu ta'ala, ka thonë ja beni Adem, o biri Ademit, ka thonë innama anta ejam, ti i je dita, ti je dita, fa idha dhahaba ba'duk, fa idha dhahaba yawmuk dhahaba ba'duk, ka thonë kur të shkoje një ditë nga jeta jote, ka shku një pjesë e jote. Derisa të shkojnë kretë ditët që ti i kitë numru me ato shkojnë edhe të hargjojnë jetën tënde. Andaj duhet të jemi në vetëdisim se me shka jena dhe kuja është të shku. Ramazani o vlezër është shansa shumë e madhe, sidomos ki 10 ditë që i fundit, shans e artë për neve, personalisht për neve, sepse Allahu Gjelle Shanuhu ve Gjelle Gjelalu amneston për çdo natë, prej këtyre natëve të fundit amneston me mija njerëz. Parashtrohet pyetja, a je ti prej ative? A jam unë prej ative? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha wa akhiruha itqum min an-niran, dhe ditë që i fundit ta, që është pjesa e fundit e Ramazanit, nga ata 3 pjesë që i numroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha për çdo natë lirohen dhe amnestohen njerëzit nga zjarmi i xhenemit. Ndërsa realitetin e shohim se njerëzit kur vinë 10 ditën e fundit janë ashkalojnë ibadetet në ta. E lojnë teravijen, e lojnë namazin e natës, e lojnë, pse i kap një çfarë lloj mërzije, i kap një çfarë lloj lodhje, që 10 ditë që i fundit është shumë më i madh se ato ditët përpara. Shejtani qatë e pret që ajo shkosh me vlerë me ta marrë nga dora jote. Ndërsa muslimani duhet të jetë shumë i kujdesshëm dhe i mençur që mos t'i lejon të ikin këto ditët. Shka interesant se shpërblimi i madh, ajo bingo e madhe e Ramazanit, Allahu Gjelle Gjelaluhu e kalon në këto 10 ditën e fundit. Këto 10 ditën e fundit edhe e kalon të mshef. Cila është ajo shansa e artë e madhe e muslimanit në këto 10 ditë, është nata e Kadrit. Është nata e Kadrit. Një natë në të cilën u përshkrujt në Kur'anin familjartë se ka zbrit Kur'ani në këtë natë. Ka zbrit Kur'ani në këtë natë. Dhe në këtë natë, ibadetet të cilët mund t'i realizon një musliman, janë më e vlefshme të Allahu, janë më të vlefshme të Zoti, se sa 1000 muaj. 1000 muaj. 1000 muaj, në qovë se fillon edhe i logarit, me logarien e insanit, me matematikën e insanit, vlen një jetë e një njeriu të sot. Sa jeton një njeri 60, 70, 80? Nata e Kadrit është me vlerë sa një jetë e një muslimanit këtë dunja. Që do me thonë ardhja jote në dunja, se vapet shka mund i banti për ta një jetën tande, mund t'i fitojsh që ato njëjtit se vape pa i paksu këtë tjerat në një natë. Po, kur është ajo? Nata 27, ajo është mendim. Ajo është vetëm mendim e dietarëve, disa komentatorëve, disa prej sahabeve, po a nuk dihet tamam kur është? Ashtu si dihet dita e Arafatit, ashtu si dihet dita e Bajramit, ashtu si dihet dita e Arifës, pse s'po dihet
edhe dita e nata e Kadrit, po ta kishklon Allahu Dhul Gjelal. Të ditum natën e Kadrit, njerëzit ishtë si si falë, ke kishin prit vetëm natën e Kadrit, burhan, edhe kishin në arë në gjami, veç natën e Kadrit, po falëna edhe po i fitoj 84 vetë sevape, që është nalt poshtë matematika e natës Kadrit dhe sevapit të natës Kadrit. Allahu Gjelle Gjelalu nuk do të lidhështi për një natë, a i do të qojë ti aktiv të 10 ditë e fundit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, irneki jonë, shembulltira jonë, ajo që Allahu Gjelle Gjelalu e ka dërgu si mustër për neve, kur vinte 10 ditë që i fundit, Hazreti Aisha thot, radiallahu ta'ala anha, thot, idha jaa ashru awakhir min Ramadan, thot, kur vishin 10 ditë që i fundit i Ramazanit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bante një sen që se ka bohen më herët. Shka ishte ajo? Thot, ej qadhe ahle, s'na like me flet natën, në të razëke natën. Shed dhe mi zere, tha edhe shtrëngojke izarin. Që dhe me thonë izarin? U largojke pak pi grave, pi shtratit, u largojke, zdojke me pas shumë kontakt me grën e vetë, me gratë e vetë. Hike se këtu është shpërblimi shumë i madh, ati ka me të marrë shumë koti ato senet marifetet që i ka ajo bu. U largojke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po jo veç vetë. Dikush ven edhe, o që të në e fali, elhamdulillah, po ti e fal, po ki kje vlat. Ti e fal, po kua greja jote, kua nana, kua motra. Resulullah sallallahu alaihi wasallam u qojke dhe i trazeke dhe qerë, quni natën. Natën, ajo që lipët është natën, ajo që kërkohët është natën, a i shpërblimi madhë është natën. Allahu tha lejlet el qadr, nata e Kadrit, nuk thot dita e Kadrit, nata e Kadrit, që do me thonë muslimoni meqëm, një njeri meqëm, a i këtë natë hitë si banë gjumë, hitë, pse shpërblimi është shumë i madhë. Me tonë dikush, se kanë me i dhonë ka 1.000 euro, kush dhe paracitet filan shalterin, 1.000 euro i ka cigurta, ka me i marë, po pasha Allahun, mitën sakatohen njerëzit ati. Paketa ku i japin, e në pasanike, e në i bugaraja, e në i nevojtare, e në pa nevojshi, edhe i ketë renitë rëdhë shumë të marim, se gaga, pa pare, hajde të marna, se këshira ja e ka, se njeri e donë, a i meqmi, kur ta menojë se Allahu Gjelle Gjelalu po ta jep një shpërblim, që vlerën e ka më mirë, nuk tha sa 1.000 muaj, tha më mirë, tha inna anzalnahu fi lejletul qadr, na e kemi zbrit në natën e Kadrit, kanë Kurani Kerim, librin e Allahu Gjelle Gjelalu, për mi 7 kaqeve, Allahu e zbriti këtë Kur'an, këtë qitab në qiellin e parë. Pastaj 24 vjet, 23 vjet të sa muj, 24 vjet, i zbriti ajet për ajeti në bazë gjarjeve dhe kërkesave, nevojave të insanëve, njerëzve. Ja zbriti mbi shpirtin e pejgamberit a.s. Dërsa si Kur'an, komplet e zbriti Allahu në qiellin e parë në natën e Kadrit. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Fjala qadr, do me thonë ngushtes. Kjo është një mendim i dietarëve. Pse? Sepse ngushtohet natë toka, ngushtohet nga prezencën e melaqeve, ngushtohet toka nga ajo që Allahu e mush me rahmet, ngushtohet toka që Allahu i zbret mirësit e veta. Dërsa komentator tjerë ka thonë kader, se Allahu i cakton në që këtë natë për 1 vjet se shka ndodhë me insanin, me krijesat e Zotit Dhul Gjelal. Tha, wa ma edrake ma lejletul qadr, e shka din ti o pejgamberi Allahut. Në qovë se Allahu e ka parashtru pejgamberi, ti ka thonë, ti shka din, e ti e unë, shka din ana, wa ma edrake ma lejletul qadr, e shka din ti për këtë natë, shka din ti, shka din na për këtë natë. Zdim kur gjë o Zot në mëso, tha lejletul qadri khajrun min 1000 shahr. Nata e Kadrit është më me vlerë, më e mirë, më e dobishme se sa 1000 muaj. 1000 muaj, 1000 shahr. Më mshen në gjami, më u falë 1000 muaj, që i thot 80 vjetë, 83 vjetë, 84, së në mërinë vlerën
dhe së ne kalon mirësien që mune mërin për një natë në natën e Kadrit. Dhe njëherë parashtrohet shpesh, dhe kjo ndodh, parashtrohet pyetja, sa ka jetu Nuhi a.s. Sa ka jetu Nuhi a.s. Nuk e di. Allahu e ka shkëshenu në Kur'an i Kerim, thot i ka thirr popullin e vetë 950 vjet. I ka thirr. Që do me thonë, a i vazhdimisht ju ka thonë faluni. Na pak folmi këtu të qki hoxha, a man dhe qki hoxha i shutë kësë, a ma qëktu në ka, me e ka një zonë të rishtu që veç viket. Qëktu më prezentojnë mua. A i hoxha i shutë, qaj shka viket e gjenat, qaj shka folë shumë, qaj hitë se kish kushnicat si punojshin ati hoxhës. Qashtu po thonë. E tash, 950 vet Nuhi a.s. a i veç ka folë. Sa e ka pas jetën, nuk e dim. Sa ka fitua i shpërblimet e Allahu. Parashtrot pyetja, a nuk o me padrejtësia ka hoq, a i 950 vet, dhe populli vet ka jetu, dhe popullit 500, 600, 700, 800, edhe na jetojmë 70 vet, po s'jemi be barabartë, gjennetin edhe aje lip, edhe unë e lipi. Rizanë në Zotit edhe aje ka kërku, edhe unë e kërkoj. Po ati ju ka dhënë shansa ma shumë, dërsa mu shansa ma pak. Allahu i thot njeriut, a nuk vëdhash juve i metit Muhammedit a.s. natën e Kadrit? E ta shikije 85 vjet, 84 vjet. Here, çdo vjet ta ka dhënë natën e Kadrit, here 83. Sa bëj ka jeta? A je barabar me Nuhin a.s.? E ki kalu, veç pse e ki e emnin ummet, Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahu këtë ja ka dhonë vetëm Resulullahit alaihi salatu wasallam. Ja ka dhonë ummetit Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Shka ban ummetit Resulullahit? Bashkë që këtë natët e fundit kap zarat ndorë, tanë natën a gjithë, vër zarat i fukë. E merë tablën të mura, duplo 6, të mura, duplo 4. Kartat, qaj, kafe, vallahi billahi, me a dit vlerën insani, muslimani sot, pasha Rabbul Alemini nuk del për këtive dhe dit për gjamijes. Resulullah a.s. e kishte tradit hiken një tikaf. I tikaf, shka do me thonë i etikaf në gjuhën arabe do me thonë 10 dit mu mshen në gjami. Hoq, pa keni thonë me ju se zban gjami me flet, po. Zban gjami me flet për parazitat. Për ata të cilët janë kanceri popullit që s'dojnë me punu. Allahu Gjelle Gjelalu e do robin e vetë punoje. Dërsa kur të vere nata e 10 ditëshive, këto natat e fundit, për mos me t'hik, me goni sigur, mos hish në debat, a ke 21, ke 23, 24, hoxha të hanën e kishin pa para neve, ne kina pa hanën mas, na shkojnë me kalendar ato, e kështaj nata e Kadrit, a është 27 e ative, a 27 e jona, jo, shelë është 10, komplet, trak, im shelë, derën shejtanit edhe ti e di se e ki zonë. E ki zonë. Po të ne, e kanë kalëzu gjithmonë se është 27. O vallahi Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk e ka kalëzu. Resulul Kerimi alaihi salatu wasalam nuk e ka të regu. E ka kërku nga Zoti, Gjelle Gjelaluhu që ti të regon cila natë është, nata e Kadrit, Karë Gjebraili edhe i ka kalëzu. Gëni mirë, i ka kalëzu. Karë Gjebraili, se Allahu nuk e këthen kërkesën e Resulullah alayhi salatu wasalam. Karë Gjebraili edhe i ka kalëzu. Taman ka dollë për të shpia, dverën gjami ti kalëzoje, i ka taku një di prej sahabeve, që njëni me qetrin ka njësë me polemizu edhe ajo polemika ka kaluë në konflikt. Ka kaluë në problem. Edhe kanë një me i da, zoni u ka rritë, e kanë njësë është ti u njëni me qetrin e mësë po i mshane, mësë po i bane, vend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i ndanë. Kur i ndanë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thot, o ju burra, Gjebraili alaihi salatu wassalami, erdhe dhe më kalzejt cila natë është nata e Kadrit. Por kur erdhe në gjami, kur e pash se u përlajtën këto di, unë ngrit e harova, unë ngrit nga mendja jem, u fshi, ajo informat edhe mund nuk e di, por e di se është sigur, ta kërkoni në 10 ditëshin e fundit. Ta kërkoni në 10 ditëshin e fundit, dhe kërkoni atë, e la ma shumë e kanë ngushtu atë rrethin, kërkoni në nata tek. Po të është parashtrojët nata tek cila është?
Në qoftë se një pjesë e ummetit e ka fillu një ditë përpara Ramazanin, e një pjesë tjetër e ka nisë një ditë mas Ramazanin, e cila natë është ajo? Atë kanë fillu do më herët, Saudia, ajo kjo, ku e di unë s'po hinë ato tema, në ato ujra me notu se dhe janë të rizikshme shumë, po cila natë është? Ta garanton ti i hoxha jotë, mulla bazi se ajo është në 90 të fundit, dhe mos e lodh trunin me numra, se Allahu Gjelle Gjelalu imposhti numrat kur tha khajrun min elfi shehr, është më mirë dhe më vlerë se sa 1.000, nuk thas 1.000, nuk tha 1.001, tha më me vlerë se sa 1.000, që do me thonë ta kaloje 1.000, në të bon 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, është më vlerë. Se të Arab 1.000 u ka përdorë si cifra shumë e madhe, sikur që i thëjmë të ne ki milioner. Sa është ai milioner? 1, 2, 3, 5 milion. Milioner! Edhe të Arab kër thësh 1.000, do me thonë se fun, mas asaj këtë shka të vere, këtë është për 1.000, dhe prap nata e kadrit është më mirë se sa këtë ato cifra tërma. Edhe ti më sumer me cifra. Edhe mos të të rejnë e dikush që është, vallaj është që kjo natë. Aj që të thotë është që kjo natë, ta di se ta dënë shërrin. Kërkoje vllavi jemi dashër, kërkoje oti i ri, kërkoje oti plak, kërkoje oti qka i e në gjami edhe që nuk i e në gjami, kërkoje oti i cilën në ndjek nga kamera, kërkoje këto 10 netëshit e fundit, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, men ka me lejletel qadri, a i cili do të ngjall natën e kadrit, me namazin e vetë, me lutjen e vetë, me duan e vetë, me istikfarin e vetë, me veprat e mira që ka me i bon në natën e kadrit, gufira lehu ma të kaddeme min dhenbi, Allahu ka me ja falë, kejtë kusurët që i ka pas para sa. Parashtrohet pyetja, sa kemi nevojë na që Allahu të na i falë kusurët. Edhe nuk diskutohet bre hoq, a falet namazi i natës me xhamata, nuk falet namazi. Ingrat bre është ai i cili e ban këtë muhabet bre. Në këto kohërat ku në të cilën fesatin na fundosi, fitnja na fundosi, përgojimi na fundosi, iftiraja na fundosi, e vedhmja e madhe, iftiraja e madhe, tradhtia e madhe, harami madh, në ala kina mi diskutu. Unë çudit në mëre me do gjallar, që ala diskuton, a duhet mu falë, gjamia duhet mu falë. Ne të falin bre gjemati, ne të falin be muslimanët, se Allahu Gjelle Gjelalu e don atë që falet. Atë që falet e don Allahu Dhul Gjelal. Vlezër dhe gjemat li, mos e lini t'ju ike, mos e lini t'ju shkojen gjumë, mos e lini t'ju shkojen bosh muhabet. Me mujt, nale me krejt kontaktin, lene telefonin prej dorës, haroje dhe bane talak, shkurorzoje telefonin teri mas bajramit, dhe thujt kum shkurorzu 3 herë, i e haram për mu, për Instagram e për Facebook e për TikTok, heke prej përdorimit, bare që këto 10 ditë. Bare që këto 10 ditë, se Allahu Dhul Gjelal thot, të nezzelul melaike, se kanë me zbrit me laqe. Isha dule duke lexu sot mëngjes, për dersin e gjumas, se sa është numri i me laqeve që zbresin në natën e kadrit. Subhanallah, nuk zgjeta një dietar që ta vnoje një cifër. Gzim, veç se e gjeta një sen, gzim i madh, Allahu kur ju lajmëron me laqeve dhe i thot, sonte është nata e kadrit, ka në gzim i madh i me laqeve për mi 7 kaqeve, ketu gzoj kanë u zbukuroj, kanë u ndreçkan, me laqet i pysin kuni të shku, thot i na të zrit në tokë. I na të zrit në tokë, si kur ku tirë dikush dikun, edhe ti veshësh edhe ndreqës se ka me ardhë filoni fisteki, a ka me marë pjesë kamerat, ajo kjo e elita e njerëzve më të mirë, më të dallunte, biznismente, atë, kete, ndreqësh vesh, me laqet veç kur i thoj ka lajmi se nata e kadrit është pikzimit madh u zbukuroj kanë edhe krejt zbrit kanë tokë. Për qatë Allah thot, warruh, edhe ju del për para shpirti. Kush është shpirti? Ruh, Gjebraili alayhis salatu wassalam. Dil ka për para dhe ato urenit kanë saf. Këtë urenit kanë vi, edhe zbrit kanë në tokë, bi idhni rabbihim me leje të Zotit, min kulli emër, edhe baj kanë me veti ka një sen. Baj kanë me laqet ka një sen prej qiellit të poshtë, si dhurat për njerëzit. A thu val, pse po bajnë me laqet ka një sen prej atje nalt?
Ajo është rahmeti Allahut, dhuntia e Zotit, dhurata për njerëz. Po pse pikëzimi të madh të marrin pjesë në natën e Kadrit? Subhanallah. Melaçet u gëzoj kanë shumë të zbresin në tokë selam. Jep kanë selam. Çka do të thonë selam? Paqe. Çka do të thonë? Siguri. Çka do të thonë selam? Do të thonë selam se qet. Pa probleme, pa të përlamet e fura, pa të përlamet e ajo vijat zebrat ku e kalon rrugën, pa të përlame për patligjone për speca në pazar, pa të përlame për iftar, pa të përlame e shtini ditën, e shtini të tretën, e të katërtën, se livizi keren, aha ki budala e ka zonë trafik, pa të përlame, selam, qet, pace, siguri, hija hatta matla il fajr, terisa të linde dielli në nesër. Terisa të bëhet dita e re, Allahu e jep ka një paqe, melaçet çndroj kanë në tokë, saqë thënë dietarët me ditë numrin e madh të melaçeve, edhe gjilponën me gjujt nuk bejën tokë pa prekte melaçet. Subhanallah. Qatë shumë shka kana punë madhe, qatë shumë shka kana punë pëlqishme, qatë shumë shka kana dietarët e mëdhej kanë thënë, ai i cili e i alejon vetës që ti hike kjo natë, ja ka leju vetës dhe ja ka dhonë të drejtën se une nuk jam për xhennet. Subhanallah. Shumë e rrezikshme, një njeri i cili nuk e lip ka natën e Kadrit, ja thoj ka vetës, une nuk jam për xhennet. A ka mëre që si njerëzi të privum janë ata të cilët vjen nata e Kadrit dhe ata e kalojnë në gjumë. Vjen nata e Kadrit dhe ata e kalojnë në muhabet. Vjen nata e Kadrit dhe ata e kalojnë në sendet e kota, ndërsa muslimani i mençur, muslimani në vetdije është ai i cili e pret dhe e kërkon. Andaj kërkoni, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë natë, kërkoni në 10 ditëshin e fundit, pasi që ummeti sot u ka da, dhe shkak që na nuk e dim se ku është nata e Kadrit, kanë ankon 2 prej sahabeve që janë përla, sot ummeti ketu ka përla. Sot kërkush me kërkan nuk bën muhabet, kërkush me kërkan nuk ja menon të mirën, kërkush, mos hina në detaje dhe në shembuj, se janë shumë, nuk sosën, do me thonë nata e Kadrit, nëse ne dim taman kur është jashtë ase që e kemi marrë garancë për pejgamberit a.s. që është në këto 10 net e fundit. Lusim Allahun xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu me 99 emra që i ka të bukura dhe me cilësitë të cilat i ka të larta. Allahu na mundsojë ta marrim natën e Kadrit inshallah. Na japë Allahu kuvet, na japë Allahu energji që ta kërkojmë dhe ta gjejmë cila është nata e Kadrit. Ne lusim Allahun xhalla shanuhu pasi që ta gjejmë, ta kërkojmë e ta gjejmë. E Allahut na i mundsojet, na i boje kabul inshallah. E lusim Allahun xhalla shanu rinin ton islam ta ursa. Plegjve ton të jep ymër gjatë, shëndet të plot, të smundit në për spitale Zotit i shëron, të burgosurit pa fajshëm, o Allah i gjithësis, liroj ja Rabbel Alamin. Ne lusim Allahun xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu, ata që janë të idhërum, apo shifni idhrimi sa i keq, edhe natën e Kadrit se dim për shkak se janë idhëru. Allahu ata që janë idhëru, Allahu t'i pajton inshallah. Ne lusim Allahun xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. Ata që se din derën e xhamisë, Allahu inshallah i udhëzon edhe mësojnë derën e xhamisë. Ata që nuk e din vlerën, edhe nuk e kanë provuar tashtinje krahin të çeshme abdesit xhamisë apo të shtëpia, Allah t'ia mundsojë abdesin ya Rabbel Alamin. Ato që po ndëgjojmë shumë, vallahi unë para ditëve me do njerëzit të net ta filani hosta, ala se ka shkel derën e xhamisë si kina hin Ramazan. Subhanallah, vallahi, billahi tallahi, këtë po va thamë, muj me ju kalzone me hemra, kush janë? Tha oshta, ala se ka shkel derën e xhamisë si kena i Ramazan, po se ka emnin musliman, me vetë, me i tonë për Kuranin të qëtësi, Kurani kë, ama aj se ka shkel derën e pragit xhamisë, ala s'ka hi as gjumon të falën Ramazan, ala s'ka hi të ravijen të shiojën Ramazan, a kina në për familja që kësi, plot kemi, o lezër, vallahi plot kemi. Andaj lusim Allahun dhul xhelal që Allahu t'i udhëzon.
zemrat me ja uzbut edhe ja orientoft ka xhamia dhe ka kibla. Lusim Allahun xhalleshanu frimarjen e fundit ta kemi me fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Nasib na i bof gjithve aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.